Para 80 viteve, Azem Marana dhe shokët e tij, me dashuri të madhe dhe përkushtim, e mbjellën farën e një pidani e cila sot është shndruar në një trung të fortë e të palëkundur. Trung i një druri të degëzuar dhe frydëdhënës, me njerëz zemërbardh, të ndritur, intelektual, të cilët japin kontribut të devotshëm dhe zbukurojnë kombin tonë. Vizioni i veprimtarit, pishtarit, i cili edhe jetën për lirinë e emrit Liria, së bashku me pishtarë tjerë, ndriquesit e arsimit shqip, jetojnë në muret e shkollës. Zëri i tyre është zilja e cila dëgjohet nëpër korridore, klasa dhe në oborin e shkollës. Mësimdhënësit e shkollës në kohra më të vështira mbrojtën besën me dënime dhe vuajtje nga regjimi asaj kohe. Çdo mësimdhënës në këtë shkollë i ndjek dhe do t'i ndjek hapat e njëjta, hapat e pishtarëve të shkollës fillore komunale Liria. Në komunën e Çajirit, qëndron stoike, shkolla e parë në gjuhën shqipe me emrin që simbolizon jetë, krenari, durim, sakrificë, guxim, mburrje, dituri, përparim, liri. Shkolla fillore komunale Liria. Në nëntor të vitit 1944, Ministria e Arsimit shpall vendimin për hapjen e shkollave fillore. Azem Marana dhe Hasan Bilali ju drejtuan dhomës së arsimit pranë Këshillit të qytetit për marrjen e lejes së nevojshme për hapjen e shkollës shqipe në Shkup. Kërkesa e tyre fillimisht u hodh poshtë nga autoritetet e qytetit, me arsyetimin se në Shkup nuk ka shqiptar, por vetëm turq, andaj nuk mund të hapen shkolla shqipe, por vetëm turke. Vetëm pasi Azem Marana dhe Hasan Bilali reaguan deri te organet më të larta arsimore, edhe në këtë qytet u mundsua hapja e shkollës shqipe. Mirpo në shpalljen publike që e nxori Këshilli i qytetit, vërejë qartë shovenizmi kundër shqiptarëve. Kushti për regjistrimin ishte: në qytetin e Shkupit do të hapen shkolla shqipe e turke. Meshkuj musliman mund të regjistrohen në shkollën shqipe, ndërsa vajzat vetëm në shkollën turke. Pikërisht një politikë e tillë diskriminuese nga ana e udhëheqjes politike të asaj kohe, si që vë në dukje Azem Marana para organeve të hetuesisë, solli që në shkollën turke të regjistroheshin 300 deri më 400 vajza, ndërsa në shkollën shqipe vetëm 20 deri në 25 vajza. Kështu që pati raste që vëllau të ishte në shkollën shqipe, ndërsa motra në atë turke. Më 1 dhjetor të vitit 1944 u hap shkolla e parë shqipe në Shkup, shkolla popullore Liria. Në të u regjistruan gjithsej 362 nxënës, të shpërndar në 6 paralele në përgodina të ndryshme. Mësimdhënësit përmos që punonin në shkollën me nxënësit mirëshin edhe me aktivitete tjera jashtë mësimore, si shfaqje me nxënës, manifestime, mbledhje për përparimin e arsimit mes banorëve, ligjërata, kurse ku i mësonin shkrim dhe lexim popullatën e moshave të ndryshme madhore. Në vitin 1962 shkolla zmadhua duke u ngrit edhe në 1 kat. Veç se më kishte kushte dhe më të mira për ndjekjen e mësimit kabinetik dhe me kuadra profesionale. Gjithë kjo e mirë nuk zgjati shumë, pasi që më 26 korrik të vitit 1963, Shkupin e goditi tërmeti katastrofal me fuqi prej 6 ballë sipas shkallës së Richterit, ndërsa dridhja më të vogla kishin në vazhdimsi. Edhe ndërtesa e shkollës fillore Liria përjetoi dëme të mëdha. Më 29 nëntor të vitit 1968, në mënyrë solemne u bë hapja dhe përurimi i ndërtesës së re të shkollës nga kryetari i atëhershëm të komunës. Numri i nxënësve në shkollën Liria çdo vit rritej. Interesimi për shkollimin ishte në dukje. Në vitin shkollor 1969-70, numri i nxënësve ishte 1592. Në vitin shkollor 1974-75, numri i nxënësve ishte 2056. Në vitin shkollor 1979-80, numri i nxënësve ishte 2303. Pasi që numri i nxënësve rritej prej viti në vit, mësimi filloi të zhvillohet në 3 turne me orë të shkurtuara. 64 paralele ishin më tepër se shumë për zhvillimin e mësimit. Shkolla fillore Liria, prej themelimit të saj, ka qenë vatër e mësimdhënësve për përgatitjen e tyre edukative arsimore. Normalistët dhe studentët të vendit tonë, si dhe studentët nga Kosova, të cilët studimet i kanë vazhduar në Shkup, në fakultetet të drejtimeve dhe lëmive të ndryshme arsimore, në këtë shkollë kanë ushtruar aftësimin praktik.
pasi që shkolla ka qenë e furnizuar me mjete të ndryshme mësimore. Çdo student që e ka mbaruar praktikën sot e kësaj dite i përmend mjetet e ndryshme mësimore, rendin dhe rregullat e shkollës, mësimdhënësit të cilët gjithmonë kanë qenë të gatshëm t'ju ofrojnë ndihmë, drejtorinë, si dhe nxënësit e vyer dhe të përgatitur. Kujtimet më të mira zgjasin më shumë se jeta. Shkolla Fillore Liria me punën e saj cilësore në procesin edukativ arsimor, me traditë të shëndosh arsimore dhe veprimtari shoqërore dhe kulturore, është afirmuar si shkollë shembullore në qytetin e Shkupit, më pas në tërë Republikën e Maqedonisë dhe më gjerë. Në vitin 1965, në 20 vjetorin e themelimit, për veprimtari të suksesshme arsimore dhe kontributin shoqëror dhe kulturor u dekorua me plaketën e qytetit të Shkupit. Në vitin 1970, në 25 vjetorin të punës edukativo-arsimore, fitoi shpërblimin për veprimtari të suksesshme në sferën e arsimit dhe edukimit të brezit të ri. Në 35 suazet të shtetit kanë marrë vendin e tretë, të dytë dhe 3 vite të radhës vendin e parë. Një pjesë e mirë të mësimdhënësve të shkollës dëshmuan besnikërinë ndaj Azem Maranës, sy pa trembur hapëruan pas hapave të pishtarit të arsimit. Në këtë ditë dhe datë të shënuar, ku Shkolla Fillore Komunale Liria feston 80 vjetorin e saj, ndihem jashtëzakonisht krenare dhe privilegjuar që jam në krye të kësaj shkolle, me një histori të lavdishme dhe një trashëgimi të vyer arsimore. Ky jubilej më jep nder dhe krenari për të kujtuar shumë gjenerata të cilat me mund dhe sakrificja e përpjekje të mëdha kanë kontribuar për zhvillimin e saj këtyre 80 viteve të fundit. Kjo vatër e ngritur në piedestalin e arsimit shqip, në zanafillat e saj e gjërmë tani ka pasur njerëz të cilët me përkushtim kanë kontribuar, kanë dhënë, vazhdojnë dhe japin mund të gjithë me zemër, për të cilën sot dhe gjithnjë kremtojnë faqe bardhë dhe zemër hapur. Të udhëheqësh një shkollë me histori kaq të pasur nuk është vetëm një përgjegjësi e madhe, por edhe një nder i veçantë. Shkolla jonë gjithmonë ka qenë dhe do të gjenë një fole e ngrohtë dhe e dashur, ku nxënësit tanë bëjnë hapat e para drejt dijes, ku stafi ynë kujdeset për fëmijët, sikur për fëmijët e tyre dhe thjesht thënë ku çdo kush rritet me dashuri. Nder dhe emocioni veçantë, jemi së bashku në një ditë kaq historike për ne, në përvjetorin e 80 të Shkollës Fillore Liria në Shkup, si shkolla e parë shqipe në vendin tonë, institucion ky që prej 8 dekadash ka qenë vatër, shtëpi e dijes, udhërëfyes jetës dhe që me të vërtet ka krijuar, zhvilluar brezat e cilët sot ndryshojnë në çdo cep të jetës. Sot është një ditë madhështore për shkollën tonë, për shkak se e festojmë 80 vjetorin e ekzistencës të Shkollës Fillore Komunale Liria. 80 vite shkojmë mbas hapave të pishtarit Azem Maranës. 80 vite nuk është pak dhe shpresojmë që do të vazhdojmë edhe 180 vite ose edhe më tepër. Më vjen mirë që punoj në këtë shkollë eminente, në këtë shkollë në të cilën punohen shumë projekte, shumë aktivitete, në shkollën ku nxënësit vinë gjithmonë me dëshirë dhe me buzëqeshje në shkollë, po ashtu edhe të punësuarit.
Jemi krenar sot dhe do të jemi krenar tërë jetën për shkollën tonë. Si fanar detin a orientove, rrugët e jetës me dashuri, dhe çdo fortune për ballove ndaj nxemët të shkufit jetë renari. Tek ti e morëm lapsin në dorë, tek ti kënduam ABC, liria jonë ti na frymëzove si duhet dashur nëna dhe. Liria është shkolla ku mësoj dhe unë, ajo është një qeve me pikbila shumë. Liria, liria, shkolla ime orë, liria, liria, këngët të këndoj. E gëzosh këti që ti më shkolla ime, të dëshiroj nga zemra shumë vjetë kurime. Vjetë dritë, 80 vjetë mësime për kushtim e dritë, me rënje të thella në këtë qytet të ndritë, në flete në fjalë që zemra i thurë, jeton një shkollë me emër burë. 80 vjetë gëzime që ngjiten si shkallë, ku rriten fëmijët me ëndra në ballë. Çdo mëngjes shkolla bëhet një fest, me zëra të pastër, me buzëqeshje në vjeshtë. 80 vjetë mësues me zemër të bardhë, që ndezin dritë në çdo mendje të njomë e të artë. Në bankat e drunta rënjosin shpresa e kujtime, me duar që edukojnë dhe zemra që ndryqojnë. 80 vjetë libra, dërasa, vizione, lapsa që shkruajnë ëndra e mësime. Në çdo korridor mbetën gjunë kujtese, ku dia rritet me krenari e histori përkushtuese. 80 vjetë rrugtim për brezat e ri, që shkruajnë të ardhmë në këtë shtëpi, shkolla jonë, vatër e dijes dhe dashurisë, që s'lodhet kur në frymën e përkushtimit e ngrohtësisë. 80 vjetë liria, emër që frimozon, me fjallën e lirë dhe shpirt që udhëzon. Urime për vjetor, me duar që ndërtojnë, me zëra që këndojnë, e ëndra që lëlëzojnë.
A mund të mbetet një i lirë kur të tjerët janë ende robër? Jo, a i që pa dritën kthehet pas. Kthehet për t'i zgjuar edhe të tjerët nga gjumi dimror. Një nga një, zinxhirët thyhen. Një nga një, syt hapen. Dhe të gjithë ecin. Drejt dritës, drejt dijes, drejt së vërtetës.